Aksidenti rënd, raportojnë 2 viktima dhe 3 të plagosur, detajet e para. Një aksident i rënd është regjistruar këtë të hënë në Istog. Zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi ka bërë të ditur se 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e aksidentit ndërmjet 2 veturave në fshatin Shushic. Sipas Gashit, vdekja e njërit nga viktimat u konstatua nga mjeku kujdestar në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekja e viktimës së dytë u konstatua me të arritur në spitalin rajonal të Pejës. Edhe 3 persona të tjerë janë duke u trajtuar në spital pas lëndimeve të marra në vendin e ngjarjes përpos policisë, skandal emergjenca, zerfiksit dhe prokurori i shtetit.